Xhemail, pa dashur që të të kaloj ty në artikulim, më themi për tja për qasjet personale, për raportimi si gazetar, dua një qëndrim sa i takon asaj që duhet të bëj, më themi, unioni, vëzhguesit ndërkombëtar me një demokraci të brishtë si që është Kosova, por edhe popullit nëse vendi shkon sërish në zgjedhje. Është momenti që gjithë klasa politike të marrë një shuplak në një kohë që vetë vendosja vazhdon kryene që vetme, se përpara kishte gati 500.000 zemra, pastaj duket se e uli artikulimin në fushatën tjetër dhe tregohet sërish Kryeneç Albin Kurti në artikulimin publik që pati pas takimit me Abdi Xhiku në lidhje me 18 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur e cilëson lëvizjen vendosje si shumica dërmuese. E nga ana tjetër dhe faktomtar që ka syt nga Kosova në mënyrën se si po bëhet politik dhe si po qeveriset Kosova, shohim që po qëndron e distancuar për hyrje së vërtetës. Po, Alba, interesim absolut gjithmonë është që të mbetëm në rolin e gazetarit, të reporterit, të asaj çfarë ndodh, edhe të dhënjës kontekst natyrisht të zhvillimeve, sidomos për një audiencë që në shumicën e saj është në Shqipëri. Nëse mbahen zgjedhjet në fund të dhjetorit do të ishin të katërtat brenda 2 viteve, më pak se 2 viteve, sepse në shkurt 2027 do të ishin 2 vjet që për zgjedhjeve të rregullta të shkurtit të vitit 2025. Pra më pak se 2 vjet, 4 palë zgjedhje nuk ndodhin askund në rajon, kishte një krizë të tillë në Bullgari për shumë vjet, në Itali natyrisht një kohë të madhe, por nuk ndodhin askund në rande. Gjatë këtyre 2 viteve pas një diskutim, Kosova ka stagnuar edhe për shkak të pamundësisë për të përfituar nga fondet e Bashkimit Evropian, për shkak se nuk ka një kuvend funksional i cili miraton marrëveshjet ndërkombëtare që Bashkimi Evropian i kërkon për t'i lëshuar këto fonde. Por siç e kam thënë disa gjatë javës, Bashkia Ndërkombëtare nuk është interesuar të ndërhyjë sepse konsideron se Kosova si shtet edhe klasa politike do duhet të pjekur mjaftueshëm vetë që të bëjë zgjidhje. Thjesht ambasadat amerikane të tjerët ja kujtojnë Kosovës se është koha për të ecur përpara dhe ka nisur ardhja e deputetëve të LDK-s në këto momente. Është ish presidentja Vjosa Osmani aty prapa meje, e shihni pak, e cila ka mbërritur e para që ka zënë vendin e saj. Ajo natyrisht ka raport shumë të mirë me faktorin ndërkombëtar. Ju dha mundësia si të bëhej kryetare kuvendit nga ana e LDK-s, nga ana e vendosjes, por nuk e pranoi një gjë të tillë. Por duket se më në fund do të nisë ardhja, duket së paku të gjithë deputetët e LDK-s tashmë po hynë në sallë në përpjekje për të nisur këtë seancë. Dëgjova zotin Aziri që tha, duke që e kemi gjetur Chelsin, sepse ishin dyert e mbyllura dhe tashmë ka qasje, deputetët kanë qasje. Nuk di Alba nëse vlen mund të vë pak pamjen e deputetëve. Duket se në fakt po nisi edhe seanca konstituive të Kuvendit të Kosovës me interes të shtuar të medjave, ashtu siç në çdo seancë ka qenë që kur kishim rastin e zonjës Haxhiu me tërë ato mbledhje për konstituimin e Kuvendit, por që dështonin dhe kemi seancën e dytë për këtë proces zgjedhor të qershorit për të konstituar dhe për zgjedhur kryetarin e Kuvendit si dhe nënkryetarët në një kohë që e para ka dështuar pat dhe një seancë, më themi takimesh me krerëve të partive politike, por duket se Lidhja Demokratike e Kosovës është e prerë në qëndrimin e saj sa e takon emrit të Vjosa Osmanit për të qenë presidente, e nga ana tjetër duket se Albin Kurti do të qëndrojë i distancuar nga emri i saj dhe në këtë lloj forme ditën e djeshme në një diskutim ose më saktë debat që ka patur në konferencën për mediat me gazetarët, e ka artikuluar sërish zoti Kurti se vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje nëse kjo situatë do të vazhdojë edhe më tej. Jemi tani me kolegun Xhemail Rexha që po na jep një pasqyrë tjetër nga një kënd tjetër në fakt të Kuvendit të Kosovës dhe me sa duket tashmë janë deputetët e Kuvendit e Parlamentit të Kosovës që po bën pjesë e saj, në një kohë që seanca ishte njoftuar me firmë të zotit Kurti se do të niste në orën 11:00 të kësaj të shtune, por duket se po kalojnë gati 60 minuta dhe me gjasa në orën 12 do të kemi dhe nisjen e kësaj seance konstituive të Kuvendit të Kosovës, në një kohë që gjasat janë të mëdha për të patur sërish një dështim të kësaj seance konstituive.